liderit të partive. Po, ajo që bie në sy më shumë tek listat dhe që është përfolur më shumë t'i ka qenë ajo e Partisë Demokratike të Kosovës, u përfal për një bashkëpunim të mundshëm me zotrit Limaj dhe zotrit Hamza, pra një kandidim i përbashkët, të cilin e mohoi vetë zotri Hamza, duke thënë se i kemi kërkuar Limajt të na ndihmoj për këto zgjedhje të 7 qershorit dhe pastaj të diskutojmë për një përfshirje të përbashkët. Edhe kur e shtrim diskutimin në për studio televizive, thuaj se PDK-ja nuk përmendet edhe aq shumë sa po përmendet LDK dhe Osmani, pra ka një rrezik që LDK ta kaloj në pozitë të paktën për vendin e dytë, pra ta luftoj Partinë Demokratike dhe sa ka punuar zotri Hamza pra që ta ruaj atë përqindjen tradicionale të këtyre viteve të fundit në parti. Unë mendoj që mos përfshirja e nismës në listën e PDK-s tregon që PDK-ja ka një luks të madh të votave, ka vota tepër si duket, dhe nuk ka nevojë për një numër të konsiderueshëm të votave që mund të sillte nisma në PDK. Besoj ka qenë më shumë reflektim i rivaliteteve të brendshme, që janë ardhur në përfundim, sepse nuk ishte një lloj përfundimi shumë i bindshëm për publikun që na ndihmoi me vota, po nëse ndihmon me vota, do të thonë ato janë 110 kandidat, nuk është se s'kishte hapësirë që dikush nga nisma dhe nuk është që ata kërkuan të jenë në krye të listës, po rivalitetet e brendshme dhe justifikuan me atë që do të na ndihmojnë fillimisht me vota, ishte një lloj justifikimi që figura të reja në PDK ka shumë bashkëluftëtar të zotrit Limajt, që janë pjesë e listës, dhe në bazë të kësaj edhe refuzuan që të kenë një bashkëpunim, pra refuzuan një numër goxha të madh të votave, në kohën kur LDK-ja po përpiqet me zonën e Osmanit të shtoj vota LDK-s, vetëvendosja po përpiqet që të arrijë 60%, PDK në shohim që nuk ka shumë përpjekje në këtë drejtim, duket pak më e lanë anash aktualisht, ndoshta ende s'ka filluar zyrtarisht fushata, mund të ketë veprime të cilat mund ta ngjallin publikun, por për momentin duket që është pak si nënhije krahasuar me fushatën që është duke bërë zotri Abdigjiku me zonën Osmani në takimet me grupe të vogla në për vendbanime të ndryshme të vendit. Dhe normalisht zotri Kurti duke u përpjek që edhe përmes pushtetit, po edhe përmes strukturës që ka të shtrirë në tërë vendin, që t'i mbajë ose t'i rrez votat e veta, janë duke punu bukur shumë edhe me diasporën, po në PDK vrejet që është pak ndoshta një mungesë, një lloj entuziazmi, sikur të ishte nisma pjesë e PDK-s, besoj që kjo do t'i shtonte risisë brenda PDK-s, krahas një numrit konsiderueshëm të votave, po edhe si parti mendoj që do të fuqizohej në kuvend me kandidatët që mund vinin nga nisma. Po, dhe ajo që është